Veli Beqir Ballazhi, 13 9197 14 12198. Veli Beqir Ballazhi u lind më 13 9197 në Han të Elezit. Rrjedh prej një familje adhetare, e cila u angazhua në forma të ndryshme në lëvizjen kombëtare për lirinë e Kosovës. Familja Ballazhi vjen nga Puset e Nikës dhe vendoset në lagjen e re në Han të Elezit. Në Puset e Nikës, fshat I cili gjatë rrjedhave të historisë si vend malor që ishte, gjetën strehim shumë veprimtar adhetare në mesin e tyre edhe tribuni I komunës së Kaçanikut, veprimtari patriot Avdyl Dura. Shkollën fillore e kreu në shkollën fillore Tefik Çanga në Han të Elezit. Në jetën e tij rinore hetohet se në shpirt kishte patriotizmin që me kohë e shpalosi për idealin kombëtar. Mori pjesë në të gjitha protestat e demonstrata kundër okupatorit serb. Lufta u përhap në Kosovë, por edhe në Han të Elezit me rrethin. Në qershor të vitit 1998, në Puset e Nikës, u vendos një njësi e uçkës e koordinuar nga Agim Bajrami dhe Rufki Suma. Flaka çlirimtare e kësaj ushtrie të lavdishme po merr masa të organizimit në gjithë Kosovën, Kaçanikun dhe Hanin e Elezit dhe kjo shkëndijë e përflakshme ndezi edhe shpirtin e njom të 20-vjeçarit Veli Ballazhit, I cili me 13 tetor të vitit 1998 së bashku me kushëririn e tij Samet Ballazhi dhe Mehmet Ali Ballazhin morën rrugën nëpërmjet Maqedonisë nga pika kufitare e qafës së Thanës kalojnë në Shqipëri, ku për 2 muaj ditë me radhë do të stërviten në bazën e uçkës në Vlan të Shqipërisë. Edhe gjatë muajve korriku, gushti, shtatorit Veli Ballazhi kishte pasur kontakte me pikën luftarake në Puset e Nikës ku brenda mundësive kishte ndihmuar në kryerjen e detyrave. Më 13 dhjetor 1998 Veli Ballazhi së bashku me 148 bashkëluftëtar nisen në drejtim të kufirit Shqipëri-Kosovë dhe nga Cahani. Më 14 dhjetor, së bashku me bashkëluftëtarët në krye me komandant Muj Krasniqin Kapuçin futen në pashtrik me vendosmëri që të kalojnë në të Kosovë. Veliu me bashkëluftëtarët e vet nga Hani I Elezit, ishte I vendosur që në për pikat luftarake në për Kosovë të arrijë në pikën luftarake në Puset e Nikës ku ishin të vendosur bashkëluftëtarët e tij të batalionit të 3 të brigadës 162 Agim Bajrami. Sepse njësitet e batalionit të 3 të brigadës 162 Agim Bajrami në Puset e Nikës kishin nevojë për armatim dhe për ushtar të përgatitur, por nuk arritën, tregon bashkëluftëtari I tij Samet Ballazhi për shkak se para se të mbërrijë në Lubisht të Hasit bie në pritën e ushtrisë serbe ku do të zhvillohen luftime të rrepta dhe krahas armikut të parë. Të dytin e kishin Borën dhe Acarin e Madh si dhe Peshën e Rënd me armatim në shpinë. Më 14 dhjetor të vitit 1998, gjatë kalimit të kufirit Shqipëri-Kosovë bie heroikisht në pashtrik edhe ushtari I Lirisë, Veli Ballazhi ndërsa zien robër luftën 9 ushtar të uçkës e në mesin e tyre edhe Samet Ballazhi dhe Azem Suma bashkëluftëtar të ngushtë të Veliut nga Hani I Elezit. Më 16 dhjetor 1998 rrethohet nga policia serbe dhe arrestojnë baban e Veliut, Beqir Ballazhi Vëllan Haqifin si dhe 2 të tjerë djemt e të cilëve ishin në luftë në pashtri. Në atë bisedë informative në stacionin e milicisë serbe në Ferizaj janë njoftuar se është vrarë Samet Ballazhi, por kur kanë shkuar në Prizren kanë kuptuar se Veli Ballazhi është vrarë kurse Sameti është zënë rob. Shumë luftëtar të kësaj dite, të mbetur gjallë nga ploja armike rrëfejnë se krahas përdorimit të armëve të lloj-llojshme që përdori armiku, nuk munguan as helmimet kimike, gjë që shumë luftëtar nga gjendja normale e vetdijes kalojnë në gjendje të rëndë dhe humbje kontrolli në kohë dhe hapësirë. Në këtë luftë plagosen bashkëluftëtarët e ngushtë të Veliut, Samet Ballazhi dhe Azem Suma ku ishin rënd të plagosur dhe 7 të tjerë. Dhe ashtu të plagosur bie në duart e forcave serbe, ku fillimisht I dërgojnë në burgun e Prizrenit. Atje I torturojnë rënd pa ju dhënë kurfar ndihme të parë dhe pastaj me helikopter I transferojnë në burgun ushtarak të Nishit. Ndërkohë fillojnë bisedimet mes OSBE-s, uçkës dhe armatës serbe për ndërrimin e ushtarëve. 10 ditë para se të liroheshin ushtarët e uçkës, vizitohen nga OSBE-ja dhe I njoftojnë se ka gjasa që të liroheni deri më 22 janar 1999. Ata në Kosovë futen nëpërmjet Gjilanit ndërsa në Therand I merr OSBE-ja dhe I dërgon në Likoc ku I pranon zëdhënësi I uçkës Jakub Krasniqi. Në shtab të përgjithshëm të uçkës kanë qëndruar 2 ditë dhe pastaj nëpërmjet Kleçkës, Krojmirit, Shtimës, Jezercit, Gabricës kanë arritur në Puset e Nikës.
Për shkak të luftimeve të ashpra dhe kushteve të rënda të dimrit, varrimi i Veli Ballazhit u bë më 15 maj 1999 në pashtrik nga bashkëluftëtarët e tij me nderime ushtarake. Veli Ballazhi ka lënë baban Beqirin, nën Xhedien, vëllezërit Isakun dhe Fehmiun, motrat Gültenën dhe Kimeten. Familja e Veli Ballazhit në Han të Elezit për birin dëshmor ka marrë mirënjohje nga SRPI UÇK-s, nga Ministria e Mbrojtjes e QP-s, nga Komanda e Zonës, nga Komanda e Brigadës, nga strukturat komunale të Kaçanikut dhe nga shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s.